Problemi me transportin e nxënësve në Gostivar pritet të zgjidhet në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Kështu deklaroi kryetari i komunës së Gostivarit Valmon Limani, pasi një nga kompanitë që kryen transportin e nxënësve ka ndërprerë shërbimin për shkak të borxheve të papaguara nga komuna. Sipas Limanit, gjendja është e pafavorshme dhe lidhet me mënyrën e financimit nga pushteti qendror. Ai theksoi se blok dotacionet që shteti u ndan komunave shpenzohen pothuajse tërësisht për pagat e mësimdhënësve, ndërsa komunat detyrohen të mbulojnë vetë shpenzimet e tjera, si energjia elektrike, ngroja dhe transporti i nxënësve. Kjo është një barë e rëndë financiare që sipas tij i kushton komunës së Gostivarit më shumë se 1 milion euro në vit, shumë që buxheti lokal e ka të vështirë ta përballojë. Sa i përket transportit të nxënësve, një prej operatorëve e ka ndërprerë transportin e nxënësve për shkak të borxheve të cilat janë akumuluar, por kjo është një problem që është aktual, por edhe do të vazhdojë, ka qenë edhe në të kaluarën, posaçërisht vitet e fundit, ku blok dotacionet për arsim gati se 100% shkojnë për mësimdhënësit dhe nga ana tjetër të gjithë argjimet operative, siç janë energjia elektrike, transporti i nxënësve, nafta gjatë muajve të dimrit për nxemjen e shkollave, të gjithë i mbesin si barë komunës së Gostivarit, një barë që dikun të kalon mbi 1 milion euro në vit, dhe barët që në komuna realisht nuk mund ta mbajë. Besoj që duhet të gjendet një zgjedhje, sepse ky problem do të vazhdon të qëndron si i tillë edhe për vitin e ardhshëm shkollor, por edhe për vite tjera. Do të kërkojmë takim edhe me Ministrinë e Arsimit edhe me të gjithë faktorët tjerë që të gjejmë një zgjidhje për këtë problem. Ndërkohë, në takime me përfaqësues të Ministrisë së Arsimit është diskutuar edhe mundësia e optimizimit të stafit arsimor. Limani tha se kjo do të nënkuptohen të largimin nga puna të një numri të konsiderueshëm mësimdhënësish, një zgjidhje që ai e cilësoi më të dhimbshme se problemi aktual. Ai shtoi se bisedimet me Ministrinë e Arsimit do të vazhdojnë me qëllim që të gjendet një zgjidhje që të sigurojë transport të rregullt për nxënësit, pa rrezikuar vendet e punës së arsimtarëve. Nga një takim pak më herët që ne kemi patur sektori i arsimit dhe unë me Ministreshën e Arsimit, na është thënë që duhet bëjmë optimizim. Me optimizim nënkuptohet se duhet të largohet një numër i madh i mësimdhënësve prej pune, gjë e cila unë mendoj se është më e dhimbshme se ky problem aktual tani. Prapë do të them, do duhet gjendet një modus. Ministria insiston me çdo kusht që të bëhet optimizim, në fakt të zvoglohet numri i mësimdhënësve apo të largohen prej pune një numër i madh i mësimdhënësve. Probleme me transportin më së shumti kanë nxënësit nga zonat urbane të qytetit, të cilat ndjekin mësimin në 4 shkolla të mesme dhe 4 shkolla fillore, ndërsa nxënësit nga vendbanimet më të largta për momentin vazhdojnë të përdorin transport.